dhuratë për ty. Si mendon se unë nuk mendoj për ty? Mendoj se ta lejon kështu 10 vjetorin tonë. Mirë mëngjes njerëz, mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Storella dhe tani hapa kamerën, jam te stacioni i autobusit. Po iki për në punë dhe hapa kamerën se sot unë dhe Visi bëjmë 10 vite që jemi njohur bashkë dhe nuk e dim. Thashtë ta hap njerë kamerën, deri tani ka qenë çdo gjë si ditët e tjera, normale, jemi çuar mëngjes, kemi vrapur të dy për në punë. Asi gjë ndryshe, por që Visi më ka thënë në darkë, bëu gati, vishu bukur, se vishu bukur, nuk e di. Prandaj thash ta hap kamerën, ta shohim se qa do ketë përgatitur, dhe duhet ja tregoj dhe juve. Tani njërojni pak të fytyrën time, si që them gjithmonë, se jam dhe me cikël edhe më kanë dalë disa puçra. Tani sa zbrita nga autobusi që vetët e puna tjetër, jam të stacioni autobusit, dhe do ikim vrap të puna. Kështu. Me pak fjalë, kjo ditë ka nisur kështu e qetë, si çdo ditë tjetër. Po të shohim. Njerëz, unë tani jam në shtëpi dhe po bëj gati, nuk e di çfarë të vesh, se Visi tha të vishu bukur, por nuk më thot asnjë gjë se ç'a është. Tani lerin flokët e mi, se jam barkulluar, kam vesh të bluzën që është shumë hapur, por nuk do t'ja tregoj tani çka kam vesh, nuk jam me sigurt të vesh këtë apo jo. Kam vesh pantallon në poshtë. Nuk e di. Duhet bëjmë gati, Visi tani iku, u la dhe iku, dhe ti si është bëjmë gati. Nuk e di se që ka katranosur e njëri. Nuk e di. Herë parë që bëjmë Visi këta lloj gjëra është kështu. Dhe jam e sigurt, shumë e sigurt jam që ka katranos në gjë me atë shoqen time të puna, me Vinën, që do ta vras dhe më thot mua nuk di gjë. Edhe jam shumë e sigurt për këtë gjë. Po se ku vajti tani nuk e di. Kështu që unë po i bëjmë gati se do bëj make-upin, rregulloj flokët, do vishem, kështu që më duhen ja 2-3 orë të mira. Do të thënë, e shikoni sa e pa përgatitur jam unë, sa që dhe rrobat nuk e di çfarë do vesh, se s'kisha bërë plan as edhe një gjë. Plus që hoqja edhe vetulla tani, mos shikoni kështu se jam pa rregulluar pa kryer pasi gjë. Se nuk e kisha hequr. Nuk e kisha bërë plan fare as edhe një gjë, edhe vetëm të qenë pa hequr. Tani do ikim që bëjmë gati. Nuk më mandu edhe ju. Kaj. Tani unë kam marrur vetë make-up, sa e shumë ditë ka pa bërë, shirat e mitës një të shkretët duket lodhja. Edhe tash jam me make-up si të rënduar kështu, po ku ti unë bëj ashtu gjërash, ditë bëj të make-upin tim për hershëm. Vendosë pak primeri, që unë hap me dorë. Tani po vendos fondatinën, përdor këtë të Maybelline Fit Me, dhe me spongjin tim, SpongeBobin, unë i them SpongeBob këti. Edhe kam bërë pa katastrofë, mos e vini re, po e kam lagur. Dhe tani do vendos fondatinën. Tani mbarova make-upin tim skandaloz, do duket shumë keq nga ring lighti, dhe pse ja ula dritën. Fakti që ka vendosur pak kështu shkëlqyes të buzët sipër lapsit edhe disa xixa tek syt e bën make-upin tim të rënduar. Ndryshe nuk di të bëj make-up të rënduar. Do rregulloj edhe flokun, edhe pastaj nuk e di. Starela, para mbaj dhe goja tani, imagjinoj, kim shumë emocione. Do rri të pres Visin pastaj, se nuk e di, s'm kam marrë fare telefon dhe s'di që bëj. Rregulloj flokun, bëj gati dhe tret pres. Kështu. Ika. Po mbaroj dhe flokët dhe më mori Visin telefon dhe tha që më bërë gati, tash ja po bëj flokat Sorella
Edhe se më shkon që të pasqyre. Edhe tha që do të dërgoj adresën dhe do vish me taksi. Thash në qatë e ti, do vi unë me taksi. Nuk vi, nuk s'ka shanse, vi vetëm. Pse që ka katranose, nuk e di. Era parë që përvi si gjërat të tilla. Herë tjera të bie ndonjë tufë me lule, ndonjë diçka kështu të shtëpia. Po kështu. Këto gjërash, s'kishte bërë ndonjëherë në këto anonime ta. E fika dhe ring lightin, se kam vend pak pjastër këtu. Të prisa, dhe s'ka pris tjetër të banjo. To dëshë të thosha unë që më rrisi dhe unë akoma se kam vendosur se që do vesh. Po gjithsesi po mbaroj njëherë këtoja. Pastaj vendos. U bëra dhe gati tani edhe vendosa të vesh këtë fustanin që është si xhaket. Nuk e di, tash ta vesh këteja se ato që kisha veshur para e bluzë dhe pantallonat, tash mund të vishën dhe herë tjetër, po këte nuk e dija nëse do gjej rast tjetër për ta veshur apo jo. Edhe është për mbrëmje dhe ja t'ju tregoj. S'duket i gjithi. Nuk duket. Ups. Kam vesh me të çizmet e gjata, por që nuk duket i gjithi, se ka që pësiresh këtu dhe s'kam që t'regoj të gjithën. Edhe më shkon kjo ngjyra, mendoj unë që më shkon, më thonë edhe ju, më shkon apo jo. E këtë xhaketën, që mu ta quajmë këtë fustan, apo xhaketë, të fustanin, e bleva tek të përdorat, vetëm 5 euro. Sa më fat. Edhe po bëj 2 ditë që e kam blerë, sikur ta dinte ajo atje të përdorat që kishte nxjerr, që do kisha unë një rast tillë edhe. Por që tararan do thoshit ju tani që u çmend si Dorela, poshtë kam vesh me xhinse të shkurtra, nuk duken kështu, por që po të ngresh duart duken xhinset, se ngrihet pak fustani dhe unë nuk jam tipi këtyre gjërave kaq shkurtra, edhe kaq të eksagjeruara, prandaj vesh një për xhinse poshtë që të jem rahat. Nuk e di, nuk e kam problem të vajzat që i veshin, por që unë vetë nuk ndihem rahat ashtu dhe i vesh ato që ndihem rahat. Tani do marr visin telefon, do them që jam gati dhe nuk e di se ç'a do bëj, do vi, për të ardhur do vi, po. Se si kemi taksi unë me këtë lloj veshje. Edhe do vendos edhe një varse, mendoj, nuk e di, do ta shikoj edhe pastaj do shikoj. Ja zbulova visit surprizën. Jo se ja zbulova unë, të më thënë se s'kisha se t'ja zbuloja, por që më dërgoj adresën që të shkoj me taksi dhe ishte një hotel, ishte luksos dhe unë direkt e mora telefon, sa lek e pagur aty. E di jam shumë e trash, por ja që këtë gjej thash të parën, sa lek e pagur aty. Edhe ati ku truri, filloj me të qeshur ta do vish apo si ka hallin. Dhe tani unë do marrë taksi dhe do shkoj që të bëjmë. Nuk vjen marrë muaj. Shkoj atje, do ta marrë kamerën me vete, edhe do marrë edhe atë që mbaj kamerën kështu edhe do ta mbaj kamerën hapur. Shojmë se që të bërë. Ika. Vesha të këtë xhaketën sipër, që mos të kem ftohtë. Kjo xhaketa është në Zara, edhe tani të IKEA. Tuk, se janë dhe robat aty, shtëpia është katastrofë, kështu që mos i vini vesh këto që shikoni vërtallë. Tani do iki, se vajti van. Erdha njerëz, po kam harruar të marr atë shkopin që mbaj telefonin. Ja t'ju tregoj hotelin. Tani po do marrë visin telefon që zbresi po se nuk e di. Ose që do më thot visi se di. Por që jam të jashtë për momentin. Ja ku është! Ka jeti! Faleminderit! Ja ku duke vi të dera atje. Ajde këtu? Qa më ke bërë mua ti kësu? Kam bërë një surprizë shumë të bukur
se do të kej. Dhe 10 vjetorin tonë. Wow, e tha si një vjersh, si vjersh atë. vjersh, Pse tamam. flet si vjersh? Mirë, si jam mbaron, si të duket? Si gjithmonë. Yll. Oh, yllu ka shumë e bukur pyll, ha? Ah, deke? E brenda? Po. Po ku e gjetë gjithë këtë hotelë? Po, Surprise. okej, më po e mbaj hapur këtë, që ta shoh direkt sa të hyj. Okej, telefonim do lëvizë pak sa ndej këtej. Ah, okej, ta hiq maskën. Se unë s'do ta kem mendin të telefoni njerëz. Edhe nisi këtu. Po pse më gjitu nga shkallë, ne? Apo për të parë hotelin? Që nga kështu ky. Luksoz. Zot. Okej. Ku është doma? Do ta hapësh? Si mendon? Wow, shifë dhe marion si qenka. Gati po? Gati? Sigur? Era hape drejq. Sigur? Hape. A që hape. Një sekund. Më shkoj. Wow. Je gati? Gati jam hape. Wow. Po talësh ti? Në të vazhdojmë. Qëse do të ndezë Ua! të Wow. Seriozisht e ke? Oh my god. E gjitha e se lusi vetëm për ty. Për ditë të të. Oh my god. Wow, ja ku janë dhënë këto. Oh my god. Do ndezë drejnë tjera? Ndi se një herë. Shërë sa bukur duket mirë. Wow. Oh my god, nuk do të ki që këto. Shikojeni, sa kjo. Oh my god. Shkoj pësa që s'kam gusta për zjedhë. Sot sa e luftër jam. Oh, faleminderit. Oh, ishte dhurata më e bukur. Oh my god. O sot sa gjë e bukur. Kemi dhe tjetë surprizë. Çfarë surprizë tjetër? Hajde bësh. Je gati ta shosh? Okej, një sekond. Ha? Një sekond, çoj telefonin. Je gati? Po prit, çoj telefonin ta shikojmë dhe ti. Okej, dale. Hape. Princesh, si gjithmonë. Ua! Gëzuar 10 vjetorin princesha ime. Oh, do qaj tani. Seriozisht. Kurse këtu? Kem prap një dhuratë për ty. Do qaj. Si mendon dhe se unë nuk mendoj për ty? Njerëz, falim. Qica. Prap ke blerti. Je gati? Ja, një sekund. Ta shikoj me njerë. Okej. Dy. Seriozisht e ke? Si seriozisht? Mos u tall me mua. Nuk është një diçka e madhe. Po? Zvaroske? Seriozisht e ke shtrem duke të shumë, po. Po tallesh ti? Jesh një varse e vogël për ty. Po Shpresoj tallesh të ti? pëlqej. Oh my god. Ti je i çmendur. O zot. Edhe son do të kam të bësh masazh. Tani ndesi dhe jacuzzi kë atje ka mendjen, unë dua qaj tani, nuk e di. Nuk e mendoja kur. Oh, shumë faleminderit, ai mirë. Do ta vrasë atë vinën. Falenderoj falbindës. Kemi ardhur të Vina të ndihmoj, e dija që të ndihmonte ajo shtrika. Vina Shiko ka dhe shumë. ja dollëm. O zot, tani po e mbyll pak.
qetësor. Do shqetësor. Do shijoj pak këtë, do bëj një foto këtu te kjo. Wow. Se kemi akoma, është natë orë para, kemi për tam shampanjën. Ua, pas ka shampanjë, pa mirë. Shampanjën e kam lënë Po, në jacuzzi. tualeti ishi bukur? Jo, tualeti nuk është shumë bukur. Se shumë. E vetëm që s'pëlqej. Do ju bëj një kështu një room tour tani. Për pak. O zot, ke varë se po më pëlqen shumë. Swarovski, wow, s'kisha ndonjëherë në jetë të di, s'kisha pas ndonjëherë Swarovski, dhe hiq këtë që kam, të të në qenë edhe do ve këtë tani. Edhe ta dini, më forta është se unë visit i kam bërë vetëm një palë atlete dhurat. Super. Një palë atlete Nike edhe nuk i bleva asnjë gjë tjetër, por kam një surprizë për ty. Thuaj këtu. Ai e di po lart që po bëj unë kështu. Që unë visi do t'i bleja makinën, por visi se ka gjetë akoma, edhe s'ja kam bler dot, s'ja bleva dot për 10 vjetorin, po që sa ta gjej, dhe ja blej. Këtu je. Kështu, kjo ishte dhurata ime për visin, po që të bëj nuk ja bëra dot se nuk gjende na shkollaj makinat të Greqi njerëz, më besoni. Po s'ka gjë, kur ta gjej, po e kam menduar, lekët i kam bledhur edhe E mbaj ti fjalën. kështu. I ka tani pak njerëz dhe të ju hap prap më vonë. Ja ku jemi njerëz. Unë me fustanin tim që kam gjinse poshtë, si që e tregova, visi pas ka marrë dhe qërin, 10. Ti e ke bërë sikur neve vis po mbushim, sikur po mbushun 10 vjeçe. 10 vjetori. O si u bëj xhami atje pasqyra të ravull, pse u bëj shumë? Do vishet pasqyra fare. Kësuar. Tani njerëz i ka marrë që ka marrë visi qërin, do t'i frym neve, që të ashtu dhe 10 vjet tjerë, të shtym afatin e 10 vjet. Okay. Hajde një... Ta bëjmë këto? Jo, jo. Okay, Sa i paparesh ta bëjmë kështu. Sa i papare. Hajde 1, 2, 3. 2, 3. Opa. Mendoj dëshirën? E më dova. Okej, do unë. E po 10 vjet njerëz nuk e ka bërë Robi një dhurat kështu. Thjesht merr një tuf me lule, një dhurat vogël ta sjell te shtëpia. Vit për vit. Shqyr zotit pas 10 vjetësh ja çovi një herë radari edhe ma bëri një surprizë tamam. E forta ishte se një javë si Dorella më bënte për një javë data 7. Po ja kujtoja. Për 3 ditë Data 7 i thosha unë. Edhe unë që bëja atë thoshun, mirë, okay, në rregull. Ky bente rolin e Do budallit. të marrë një tuf me lule, thoshun një dhuratë dhe në rregull. Edhe unë që thosha po merr dhe me një tuf me lule, aha. Më prishë make-upin. Po erdhe me një tuf me lule i thosha unë edhe me një dhuratë do të hedh na kati 3. Po e kalove fazën. E kalova. E kalove? Njerëz jam i lumtur se kalova fazën. Oh, lumturi e madhe ty, Tani vërtet. më mend për 10 vjet tjera. Tani të pres 10 vjet tjera për të parë kështu e gjërash. O, sa keq që se ka marrë atë që mbaj telefonin. Sot që na duhesh, nuk e ka marrë shkopin magjik. E po isha emocionuar, prandaj, kisha municione. E kështu, tani do ju bëj një room tour që ta shikoni dhe ju dhomën, dhe pse ne bëm pa katastrofë kështu se lëvizëm këto gjëra sa andej këtë që i bëja unë foto. Se s'ka përshkruar akoma aty do bëj foto. Vetëm bëj foto andej këtej. Edhe do ju tregoj as vetë se kam parë banjën si është, dhomën dhe kaq. Ai kush mund E shikoni tani. Kjo zotëria këtu. Ja, kjo është dhoma, këtu ka një kështu. Këtu ka një frigorifer të vogël, po që ne kemi hedhur ato xhupat atje. Si mos të jeni një varsë. po një dollap duhet ta ketë këtu diku, po varja. Muret janë gjitha këshuja me këto terminat që shi thot visi. Edhe roz, o zot sa bukur. Këtu kemi një tavolin, kërvatja, shirumbullakët, që ka bërë visi këtë zemrën, një se dhe një e. Ua, ka bërë dhe storela për para, shikoj, pjell mendja. Edhe ka këtë ambazhurin ka ishte bukur, që duket vetja si në pralla. Këte i ka prap një komedin tjetër, ka që është dhoma, do më thënë është shumë e vogël, duket shumë e madhe se është pasqyrë komplet. Ja, këtu duket edhe dhoma më mirë. Ky kërvati është i rrethuar me këto,
që janë kështu me, si ta them, janë shumë buta këto. Këtu kemi një perde që mund ta mbyllësh, ku di unë? Po mbyllet që. Mund ta çosh ande nga pasqyra. Edhe perdja është pink. Edhe këtu kemi jacuzzi. Jacuzzi, ka hedh visi këto trëndafilat, jo se i kanë hedhur këta, se ne nuk është se rezervuam atë dhomën. Edhe kështu. Ky është jacuzzi. Tu tani kemi banjon. Ja të fimi herë të banjon, ta shikojmë sa sun se kam parë. Opa, kjo është banjo. Banjo s'janë ka nëjë gjë kush e di. Këtu ka edhe visi këto trëndafilat që i ka prishur, i ka marrë dhe i ka prishur. Banjo s'më pëlqej ka fare, po fare. Është një banjo e thjeshtë. Ndoshta e justifikojnë veten me jacuzzin. Ups. Ja, këtu jam unë. Me tutat e shkurtra poshtë. Jeanset e shkurtra. Kjo është fytyra e një njeriu të lumtur. Ne tani porositëm diçka për të ngrënë. Mora makarona me pesto, visi mori carbonara, se di pse i kanë hedhur sallam edhe kësaj times, çaj shok, prosciutto. Nuk e di çaj është që i kanë hedhur. Po gjithsesi morëm këtu të dhoma, morëm dhe ndonjë Coca-Cola, si gjithmonë, injorojnë këtë romuja. Edhe tani do ham. Njerëz. Që kam hequr kapellën. Prandaj fshiheshte? Kapellën. Taran. Unë vura dhe varsen. Sa e bukur, sa cute. Shumë e bukur. Edhe tani do ham në vishë se vdiqëm. Do ham. Tha visi këtu s'ka tavolin ku do ham në. Do ham tokë. Ja, ty të ka jo. Po i kënë të ham. Unë tani njerëz vesha pak bluzën e visit, se nuk po rria do të merr me atë xhaketën, atë fustanin si xhaketë. Nuk mund të haja do të buk me atë. Më mbyste. Ngriheshin ato sfungjera tuve, na hoqi trurin. Edhe thash të vesh ta unë këtë jam rahat. Që Coca-Cola. Ka dhe gotë, por që unë s'po e pi me gotë se ka këta akullin brenda, edhe ka shkry komplet është vetëm ujë, edhe kur bashkohet Coca-Cola me ujë, pastaj nuk pjen. Edhe makaronat s'më pëlqen shumë. Hajde. Se për ngo për barku. Po gjithsesi mua më pëlqen makaronat me pesto dhe hajde, i shty, nuk i kam problem. Vënua një... Sa vënua të rish? Shumë. Më shumë nga 20 minuta. 20 minuta e 1 orë. Deri se i mori visi prap telefon. Që të rejqin në shumë. I mori visin telefon edhe... Sa i mori visi tha jo po prisni makaronat. Po i tha visi. Tani po vinë tha. Tha visi do kanë harrur fare. Po kur erë dhe nishën ngrota, nuk ishën qëtata, po që dhe i kanë harrur fare. Kësha është me bijama me mirë. E hengëm në darkën njerëz. Visi tani ka hyrë të jacuzzi o zot. Unë nuk dua ty, s'më mban. Unë po më flihet gjumë, diqë. Ka vajt orari gjumit, se zakonisht në orën 10 të gjysëm, 11 kështu flej gjumë çdo natë, dhe tani ka vajt orari gjumit dhe vdisha. Kam që parë që e pa mundur sot. Kam që parë që bëj më hapet goja për gjumë. Po, ba. Njerëz, mirëmëngjes, është dita tjetër. Unë tani u bëra gati, do ikim, visi ka ikur në punë, që në orën 4. Se duhet ikte të merte maunet e mdhaja, kurse unë ndenja deri tani është ora 5:30 dhe duhet t'i shtëpi dhe më gati t'i dhe në punë. Sa ke që nuk ndenjëm dot akoma, që të shionim dhe mëngjesi dhe t'i kishim rahat
në shtëpi. Po ja që kur jem punë nuk kem mundësi. Gjithsesi ne u kënaqëm. Me sa pas se kisha hapur me kamerën, po kisha harruar. Tani këtu është bërë katastrofë rëmuj. Edhe mrem kam fjetur me make-up, po me këntrurin. Se nuk e kisha me që ta laja fytyrën. Si kisha marrë ato gjërat. Se normal që se tia. Edhe kështu do i tani në shtëpi që të laj fytyrën, bëhem gati për punë edhe kaq ishte. Të më marri malli. Shumë e bukur kjo kunja. Kunja i thënë këtu në Greqinë. Pirikunci që i themi në Shqipëri. Kuluvajqe. Do më marri malli shumë e bukur. Do e një si kjo të shtëpia ime. Ja, erdhe dhe visi tani. Ja, ku is? Erdhe, të më marrësh? Dhe ikim, që vajti vam për punë? Ikëm njerës. Do marri malë për këta, do marri fare këta të ve makinët? Ve makinët, e t'ikim. Ikëm, patim.